Dje mungova nga puna. E mora në telefon menaxherin i thash, nuk vi dot se s'po ndihem mirë. Sot, që po vajta në punë, tha Zymbylle duhet bëjmë një takim bashk. Shtriga thash, qa do kjo tani do të nxjerrë të vërtetën besoj. Vajta atje, edhe filloj më bëri pyetje. Zymbylle tha, si po ndihesh sot? Më mirë, shumë herë më mirë i thash. Po mirë tha, si vajti takimi te mjeku? Te mjeku, mos më pyeti thash. Ishte aq e radhe madhe më menaxhere. Unë s'pata mundësia sta shikoj mjekun, jo më të bëj takim. E kuptoj, Zymbylle tha. Aq shumë një lodhur duke pritur tha, sa të janë zgjatur qerpikët dhe thojnë nga pritja. Ma përplasit të vërtetën në surrat. Po mirore, faj kam unë që këta s'na japin leje po të themi që do vemi në një klinikë bukurie, do vemi të zbukurohemi. S'ka faj. Kështu që detyrohemi të gënjejmë, edhe pastaj ju vini natë këtyre pse neve gënjejmë. Po do gënjejmë që të shkemi atë punë. Po juve gënjeni ndonjëherë menaxherët tuaj? Më shkruani në koment se mos jam vetëm unë që gënjej. Hajt, edhe kaloshi bukur, kudo që t'jeni kaloshi bukur.